Mirëmbrëma të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin Vali. Dhjetra tregtarë të përkatësisë serbe vazhdojnë që produktet e tyre t'i shesin në tregun që konsiderohet ilegal që ata vetë e kanë formuar në komunën e Gjilanit, gjithsesi tek rruga e Prishtinës. Për këtë gjë është në dieni edhe drejtoria e inspeksionit në Gjilan, ku drejtori i kësaj drejtorie, Selver Xhelili, ka theksuar se janë në bisedime e sipër me sektorin e tregut për gjetjen e një lokacioni të përbashkët me tregtarët shqiptar tek tregu i Gjelbërt. Disa banor të përkatësisë serbe në komunën e Gjilanit prej vitesh kanë formuar një treg ilegal që kryesisht për blerje sjellin produktet e qumshtit, djathit, pemë, perime. Për këtë treg, i cili konsiderohet të jetë ilegal, tashmë është në dieni edhe drejtoria e inspeksionit. Drejtori i saj, Selver Xhelili, ka bërë të ditur se kjo çështje është në diskutim e sipër me sektorin e tregut për të gjetur një lokacion të përbashkët për tregtarët serb. Xhelili theksoi se nuk është bërë ndonjë ndërhyrje deri më tani për të ndaluar zhvillimin e tregtisë në këtë treg ilegal. Kjo pasi që sipas tij ende nuk është gjetur lokacioni i duhur. Po kemi pas edhe ankesa sa i përket për tregun të cilën është domethënë rrugën e Prishtinës dhe jemi domethënë të diskutuar edhe me sektorin e tregut që bashkërisht edhe me tregun të cilën është këtu do të gjejnë domethënë një lokacion të përbashkët me detyrinë e shërbimeve publike që ata shit ambulant domethënë ti dërgojnë domethënë në një vend ku ne ja caktojmë domethënë ku është i mirësorë edhe për ato biznese për shkak se nuk dua domethënë na ndërhyjmë domethënë pa i gjetë një alternativë tjetër edhe aty biznese sepse ata domethënë mbajnë familje prej atyre shqizëve domethënë të cilët kanë si në pazar domethënë tregën poshtë, po ashtu edhe në rrugën e Prishtinës, kështu që jemi në gjetjen e një lokacioni në kuadër të komunës dhe bej aty do t'i zhvendosim në atë lokacion. Përderisa pronarëve të bizneseve përreth këtij tregu, zhvillimi i tregtisë ilegale po ju shqetëson jashtëmase. Që tregu dash qysh moti mos më zhvillu më këto. Të janë të lirë edhe mujnë me dalë në tregun e Gjelbërt. Nuk ka rëndësi këtu, pse më arë këtu, jo veç mu që në pengon, po i pengon edhe kerrët edhe çdo se në pengon. Kur e kum pas lokalin pak më nalt ju manku, po s'kum gjetë kur kun mbështetje për mua anku. E në anën tjetër, tregtarët në fjalë duke mos dashur të prononcohen para kamerës, i thanë të vëvalit se ata asnjëherë nuk do të largohen nga ky treg dhe pavarësisht thirrjeve të shumta të zyrtarëve komunal, ata asnjëherë nuk do të pranojnë që të kenë një lokacion të përbashkët me tregtarët shqiptar. Ekipi nga qendra e transfuzionit të gjakut të Kosovës ka bërë sot një ndalesë në Gjilan. Sipas menaxherit të kësaj qendre, kjo nuk shënon ndonjë datë të caktuar, por është për shkak të nevojës që kjo qendër ka në vazhdimsi për gjak. Fadil Mamuti, menaxher për informim dhe marketing pranë qendrës së transfuzionit të gjakut për Kosovë, është shprehur se sot jemi në Gjilan pas ndalesave që kemi bërë në Prishtinë dhe Ferizaj. Ai u shpreh se nuk është ndonjë ditë e shënuar, por me që në këtë periudhë dhurimi i gjakut shënon rënje dhe nevoja e përditshme për gjak që ka kjo qendër ka bërë që ekipi të dalë në terren. Për neve të gjitha ditët brenda një viti janë të veçanta se për çdo ditë në qendrat tona, sidomos në qendrën klinikë universitare dhe në spitalet në mbar Kosovën, vazhdimisht kemi njerëz të smuar, vazhdimisht kemi fatkeqësi në komunikacion, të cilat shpeshherë përcillen me gjakderdhje të mëdha dhe të gjakderdhjet ka të japin banë edhe injeksione, gjaku në ato momente është i pazavendësueshëm. Edhe na duke u bazuar në të gjitha këto, edhe gjatë ditëve të verës, kur dhe kemi një numër më të vogël të atyre që dhurojnë gjak, dje kemi qenë Ferizaj, 3 ditë paraprakisht kemi qenë Prishtinë dhe sot e kemi zgjedhë Gjilanin. Kjo është jashtë planit, sepse qendra jonë posedon dhe plan programin vjetor, në bazë të cilit neve i përpunojmë të gjitha shkollat e mesme të Kosovës, fakultetet dhe organizatat më të mëdha punojnëse, duke përfshirë dhe forcën e sigurisë dhe policinë e Kosovës. Mahmuti u shpreh se nuk është hera e parë që vjen në Gjilan dhe çdo herë dhe sot Gjilani është përgjigjur mirë kësaj qendre, ku dhe dhuruesit kanë qenë në numër të kënaqshëm. Por neve çdo herë me ekip kur kemi ardhur në Gjilan kemi pas rezultate të mira. Shpresoj se edhe kësaj radhe do të kemi njerëz të vullnetit të mirë, të cilët do të ofrojnë dhe do të dhurojnë gjakun e tyre. Kisha dashur vetëm t'ju përkujtoj qytetarëve të Gjilanit se gjak mund të dhurojë çdo person i shëndosh që nga mosha 18 deri në moshën 65 vjeçare.
se cili person që dëshiron të dhurojë gjak, fillimisht i bëhet kontrollimi i grupës së gjakut, kontrollimi i gjendjes së përgjithshme të organizmit dhe në fund ju caktohet një sasi e gjakut të cilin do ta jepni, e cila sasi për organizmin e shëndosh as që diktohet. Ndërka që i pyetur rreth shqetësimit të qytetarëve të Gjilanit që shpesh i drejtohen Prishtinës për blerje të dozave të gjakut, Mamuti u shpreh se kjo qendër nuk shet gjak, por ashtu siç dhurohet nga qytetarët, ashtu dhe u kthehet atyre që ka nevojë pa pagesë. Nuk di ku e bleni ju atë gjakun e për herë të parë, po ndëgjoj që gjaku blehet, e kështë në vend e veçantë ku blehet gjaku, nuk pas në ndëgju dhe nuk besoj që ka dikun jo në Prishtinë po në botë. Nëse keni fjalën për klinika private, ku njerëzit cilët kanë të ardhurna më të mira dhe shkojnë kërkojnë standard. Ata në marrëveshje me klinikat private me siguri paguajnë ato shërbime të cilat bëhen në drejtim të gjakut, se ato duhet me marrë gjak për me mujtë me bëni intervenim drejt për drejt në zemër apo dikun tjetër, dhe ata me gjak furnizohen tek ne në transfuzion. Nuk kam dëgjuar që dikush furnizohet në mënyrë tjetër. Përndryshe gjatë kohës që ne ishim pranë kësaj pike, u vërej interesimi i qytetarëve për të dhënë gjak. Koalicioni LDK-AK Nisma pas takimit të sotëm konsultativ ka bërë të ditur se ekziston mundësia që ta pyesin gjykatën kushtetuese nëse presidentja po vepron drejt apo jo për çështjen e nominimit të mandatarit për formimin e qeverisë. Kandidati për kryeministër nga radhët e koalicionit LDK-AK Nisma, Ramush Haradinaj, pas takimit ka thënë të jetë i çuditshëm pozicioni dhe qasja presidentes ndaj rrethanave të tanishme politike. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë që çështjen ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Ndërsa për sa i përket çështjes që gjykata kushtetuese u ka dhënë të drejtë deputetëve të japin mendimin e tyre për çështjen e kryeparlamentarit, Haradinaj ka thënë se i kanë bërë përgatitjet e duhura për përgjigje, duke shtuar se do të përgjigjen si një grup i përbashkët, mirë po mbetet të bisedohet edhe me vetvendosjen, nëse do të jetë pjesë e këtij grupi të përbashkët. Në anën tjetër, për bashkëpunimin me vetvendosjen, Haradinaj ka paralajmëruar situatë të re bashkëpunimi me këtë subjekt dhe takime të tjera me të. Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar raportin vjetor për 38 komuna të Kosovës. Raporti vjetor i auditimit për pasqyrat financiare të zyrës së auditorit të përgjithshëm të vitit 2013 nxjerr problemet në departamentin e prokurimit publik. Mos respektimi i dosjeve të tenderëve nga ana e komunës, pagesat jo të rregullta dhe humbjet financiare për komuna janë vetëm disa nga problemet që nxjerr indeksi i transparencës në prokurimin publik i publikuar sot nga Instituti Demokratik i Kosovës. Artan Canhasi tha se këto probleme kanë shkaktuar humbje të mëdha të paras publike. Zyrtar të KDI-s në një konferencë për media theksuan se përkundër të gjeturave nga ana e auditorit nuk janë duke u marrë parasysh nga institucionet gjyqësore. Raporti i KDI-s rekomandon që kryetarit e komunave të sigurohen që të përgatisin planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve dhe të mos lejojnë përsëritjen dhe mos adresimin e rekomandimeve. Projekti Indeksi i Transparencës në Prokurim Publik synon ngritjen e transparencës dhe përgjegjshmërinë përmes mbikëqyrjes së prokurimit publik në nivel lokal. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifeti Ahjaga priti sot në takim lamtumirës të ngarkuarin me punë në ambasadën e Republikës Çeke, ambasadorin Jiri Dolezel. Presidentja Ahjaga falenderoi ambasadorin Dolezel për angazhimin dhe punën e tij në Kosovë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të thellimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve në të gjitha fushat. Presidentja Ahjaga vlerësoi mbështetjen e Republikës Çeke për rrugën evropiane të Republikës së Kosovës. I ngarkuari me punë në ambasadën Çeke, ambasadori Jiri Dolezel e vlerësoi mikpritjen në Kosovë dhe veçanërisht bashkëpunimin me institucionet e Republikës së Kosovës. Ai tha se Republika Çeke do të vazhdojë të kontribuojë dhe të përkrahë të ardhmën evropiane të Kosovës dhe të gjithë qytetarët e saj. Gjendja politike në Kosovë dhe fakti se BE-ja është në procesin e rikrijimit të institucioneve të veta të reja do të ndikojë në këtë proces. Gjatë kësaj jave pritet që Këshilli i Evropës të publikojë raportin e radhës sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën.
Përkundër faktit që gjatë takimit të fundit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, procesi u përshkrua si mjaft optimist, njohësit e integrimeve evropiane shprehen se nuk pritet që ky proces të përfundojë shpejt. Sipas tyre nuk duhet që të ndikohemi nga fakti që zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë apo që dhe institucionet tona e vlerësojnë si pozitiv rrjedhjen e procesit dhe nuk pritet që do të ketë një raport pozitiv këtë javë nga Këshilli i Evropës. Njohësi i integrimeve evropiane Emru Shujkani ka thënë se liberalizimi i vizave për Kosovën nuk pritet që do të ndodhë shpejt, pasi që sipas tij institucionet kanë ende punë për të bërë. Ai po ashtu ka thënë se nuk duhet që të ndikohemi nga fakti që zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë apo që dhe institucionet tona e vlerësojnë si pozitiv rrjedhjen e procesit dhe nuk duhet të pritet që do të ketë ndonjë raport pozitiv këtë javë nga Këshilli i Evropës. Sipas Shujkanit janë dy gjëra të cilat duhet të nënvizohen në këtë fazë, të cilat në një farë mënyre do të ndikojnë në këtë proces. Ndërsa sa i përket raportit të radhës që Këshilli i Evropës pritet të publikojë gjatë kësaj jave, ai ka thënë se ende do të ketë rekomandime deri te vendimarrja e Këshillit të Evropës lidhur me këtë proces, gjë e cila nuk do të jetë e shpejtë. Gjithashtu Shujkani ka ripërsëritur edhe një herë që nuk duhet të ndikohemi nga fakti që në takimin e fundit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe zyrës së BE-s në Kosovë, procesi i liberalizimit të vizave është përshkruar me tone optimiste, për arsye se në asnjë moment Bashkimi Evropian nuk ka thënë se gjoja në Kosovë nuk po bëhet progres. Sipas tij ka pasur vërejtje konkrete gjatë ecjes së këtyre proceseve dhe realisht nuk pritet që do të ketë ndonjë befasi për të mirë dhe në këtë raport. Mirë për përkundër kësaj, sipas tij Bashkimi Evropian do të evidentojë dhe disa gjëra të tjera që tash do të mbetet dhe do të shikohet. Nga ana tjetër, Drendoli nga grupi për studime politike dhe juridike është shprehur se raporti i liberalizimit të vizave do të përfshijë raportin e vlerësimit të BE-s dhe komisioneve të tyre të ekspertëve në mënyrë se si Kosova i ka menaxhuar kriteret individuale. Sipas tij, në bazë të udhërrëfyesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, një numër prej 90 kërkesash individuale përfshin një numër standardesh, të cilat Kosova është dashur t'i plotësojë. Kurse sa i përket gjendjes aktuale politike në Kosovë, Doli ka deklaruar që kriza politike nuk besoj që do të jetë një segment i cili do të reflektojë aq shumë në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë, gjatë takimit të fundit në mes zëvendësministrit Gëzim Kasapolli dhe shefit të zyrës së BE-s Samuel Zhbogar, procesi përshkruhet me notë mjaft optimiste. Sipas Besnik Vasollit, koordinator teknik për liberalizimin e vizave në këtë ministri, procesi është duke vazhduar dhe Kosova po shkon drejt realizimit të tij. Gjatë kësaj jave, përkatësisht me 23 ose 24 korrik, pritet që Këshilli i Evropës do të dalë me raportin e radhës sa i përket liberalizimit të vizave. Një barak e vogël e vendosur në hyrje të doganës kosovare është çështja më e frekuentuar gjatë 2 muajve të verës. Kjo është zyra improvizuar e Byrosë së Sigurimeve të Kosovës, ku zakonisht presin në rand dhjetra mbërgjimtar për të paguar tagrin gjatë qëndrimit 3 javësh ose 1 muaj në vendlindje. Pagesa për 1 muaj për një vetur të rëndomt është 41 euro dhe kjo shkon në emër të policës së sigurimit. Gjatë ditëve të vikendit në pikalimin e Dheut të Bardh kalojnë mesatarisht 1000 vetura. Shumica janë bashkëdhetar që vinë nga Zvicra, Gjermania, Austria e tjerë. Dhe sipas një përllogaritje të thjeshtë të hyrave ditore që shkojnë në Byronë e Sigurimeve të Kosovës janë mbi 40.000 euro. Kjo natyrisht vlen vetëm për një pikalim, ndërsa sipas marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë 6 pikalime, 2 janë në veri, pika 1 dhe 31 në Leposavic dhe Zubin Potok dhe pikalimi në Merdare dhe i Bardh, Mutjovod dhe Myqibab. Ndryshe bashkëdhetarët kosovar po vazhdojnë të paguajnë policat e sigurimit gjatë kthimit në Kosovë. Madje sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, ende nuk ka marrëveshje të konkretizuar me Bashkimin Evropian që Kosova të antarësohet në kartonin e gjelbër. Bisedimet në Bruksel për të gjetur modalitetet që i mundsojnë Kosovës qasje në kartonin e gjelbër kanë filluar një vit më parë, por sipas zëvendës kryeministres në detyrë Dita Tahiri, ato nuk janë finalizuar për faktin se Kosova nuk është antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tahiri, si kryesuese e negociatave me përfaqësuesit e BE-s, tha se është kusht i Byrosë Evropiane që të rriten kapacitetet profesionale të Byrosë së Sigurimeve të Kosovës, përfshirë këtu dhe një fond të qëndrueshëm në mënyrë që antarësimi në kartonin e gjelbër të jetë më i kollajshëm. Agjencia Kosovare e Privatizimit do të duhet u paguaj edhe rreth 21 milion euro punëtorëve në emër të ardhurave personale për periudhën 1990-1999. Këto mjete do të duhet të paguen punëtorëve të fabrikës së amortizatorëve,
të cilët e kanë fituar betejën me AKP në gjykatën themelore të Prishtinës dhe së fundmi edhe në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Ky është rasti i dytë pas precedentit të krijuar me rastin e punëtorëve të fabrikës së tubave, të cilët presin një kompenzim prej rreth 25 milion eurove në emër të ardhurave personale për periudhën 1990-1999, duke u bazuar në një vendim të shkallës së prerë të Gjykatës Komunale të Ferizajt. Të nderuar shikues, në vazhdim ndjekim bllokun me lajmet nga rajoni dhe bota. Ministri për çështjet vendore i Shqipërisë Bledi Çuçi deklaroi se Këshilli i Ministrave është gati të dërgojë në Kuvend projektin final të ndarjes së re territoriale. Ministri deklaroi se projekti për ndarjen e re territoriale me 61 bashki dhe relacioni i Këshillit të Ministrave do t'i dërgohet Kuvendit. Çuçi theksoi se Himara është e Shqipërisë dhe do të qëndrojë si bashki, ndërsa përmendi se përjashtim bëjnë vetëm 3 zona minoritare, të cilave i është ruajtur identiteti si të tilla. Pas shprehjes së qeverisë për këtë variant, komisioni do të hartojë draftin final, të cilin do ta dërgojë për miratim në parlament në seancën e 31 korrikut. Në këtë kohë, mazhoranca ka theksuar se do të presë deri në minutën e fundit që t'i bashkohet opozita. Një sër diplomatësh me karrierë janë tërhequr nga pozita ambasadorit. Largimi i diplomatit profesional Nenad Kolev nga pozita ambasadorit në Gjermani për herë të dytë pas 5 muajve e aktualizon çështjen e problemeve në diplomacinë maqedonase. Para tij në muajin shkurt diplomati i karrierës Nikola Dimitrov e refuzoi postin e ambasadorit në Moskë. Ndërkohë janë tërhequr dhe agremanet e ambasadorëve në Zagreb dhe Otav, ku përpasoj në Kroaci do të vazhdojë të mbetet dhe më tutje ambasadorja aktuale, kurse në Kanada do të kërkohet kandidat i ri. Diplomatët me karrierë profesionale kanë thënë se në diplomacinë maqedonase ka patur shumë skandale, ndërta mund të radhitet rraja fizike ambasadorëve në Vjenë dhe në Hag, aksidentet e trafikut për shkak të teprimit me alkoolin, bërja biznes duke qenë i emëruar ambasadorë e tjerë. Të gjitha këto skandale në diplomaci ja kanë prishur imazhin Maqedonisë si shtet në arenën ndërkombëtare. Zyrtarët palestinezë kanë thënë se disa sulme ajrore izraelite të sotme kanë vrarë së paku 11 persona në rripin e Gazës, duke përfshirë dhe një grua 7 zënë. Viktimat e sotme e qojnë numrin e të vrarve në 600 palestinezë të vrarë, prej se ushtria izraelite e ka nisur ofensiven me 8 korrik kundër sulmeve me raketa të militantëve të Hamasit. Zyrtarët palestinezë thonë se shumica të vrarve kanë qenë civil. 2 civil izraelit dhe 27 ushtarë janë vrarë gjithashtu, prej se ka nisur dhuna. Ushtria ka thënë se një ushtar konsiderohet i zhdukur, megjithëse është i vdekur gjatë një betejë të fundjavës në Gaza. Rebelët prorus në lindje të Ukrainës u kanë dorëzuar ekspertëve malajzian 2 kuti të zeza të avionit Boeing 777 të fluturimit MH17. Dorëzimi është bërë në qytetin e Donetskut nga një udhëheqës i lartë i rebelëve. Ky dorëzim nga ana e separatistëve erdhi pasi Këshilli i Sigurimit të OKB-s votoi unanimisht që të lejoheshin ndërkombëtarët të kryenin hetime në vendin e rënjes së avionit. Koloneli malajzian Mohamed Sakri, pasi mori në dorëzim kutitë e zeza, tha se ato kishin pësuar dëmtime të vogla, por që dukeshin në gjendje të mirë dhe do të jenë një provë fort për të zbardhur ngjarjen e rëndë që u mori jetën 298 personave. Një ditë më parë, rebelët prorus lejuan transportimin e trupave të 298 viktimave, ndërsa gjatë ditës së sotme pritet që ekspertët holandezë dhe ata malajzian të udhtojnë me tren në qytetin e Kharkivit. Shikues të nderuar, ky ishte i gjithë materiali përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.